Shkolla Zdrenin Pej ka një drejtoresh që thirret Agime Lajçi. Mora telefonatën e saj sepse ne jo vetëm ne si komunitet i Radarit, po edhe fëmijët tanë, po bëhen të njëjtë si ne nxënësat e kësaj shkolle, e kanë mbledhur një shumë të hollave dhe kanë një dedikim. Ndaj ta lidhim live drejtoreshën, zonja Lajçi. Përshëndetje, mirë se erdhe e dashur. Përshëndetje. Për juve dhe për të gjithë ndëgjuesit e Radio Dukagjinit. Na jemi Shkolla Zdreni, Komuna e Pejës, arsimtarja e Lëndës biologjisë bashku me nxënësit e saj. Çdo vit edhe këtë vit organizojnë kuadër të aktivitetit Muaj të Roz, aktivitetet ndryshme për sensibilizimin e kësaj dukunie, këtij fenomeni që është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit, edhe këto të mira që i kanë punuar nxënësit me arsimtarën, ti shesin atë ditë dhe këto mjetet të grumbulluar atja dedikojnë një gruaje që është e prekur me kancerin e gjirit. Dhe ta përshëndesim Edith. Si drita jeni, përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit. E mos harroni se ju do ta ndihmoni një zonjë që shumë ka nevojë dhe për të, shuma që ju do t'i dorëzoni është mjaftueshëm. Shuma është 428 euro, shuma e grumbulluar, që ja dhurojmë një gruaje që ju e keni identifikua, apo që e keni si rast. Ne kemi një zonjë, ajo po përballet me betejën më të vështirë të jetës që është kancerin. Dhjetor ajo duhet me ju nënshtruar një trajtim jashtë vendit, pasi ky trajtim nuk ofrohet në Kosovë. Kostoja e mjekimit është 4500 deri tani ajo ka mbledh 400 euro. Është Liridon Cahani me 100 edhe Toti Stuttgart me 200. Ne i faleminderit shumë gjithëve. 200 euro prap vi nga Arbeni, nga Tina Kreativ. Jeton Rysha, është pronari Natural Pool and Spa, 1000 euro. U mbyll rasti zonjës.